Miq dashur, po rikthehemi në studio, ora e sat shënon 10:36 minuta. Patë mundësi të shikoni disa pamje, disa inserte të një shfaqjes e cila u mbajt ditën e diel në mbrëmje, një premierë fantastike, një realitet, një pasqyrë e realitetit që ndodhen me mërgjimtarët tanë të shumë që i kemi në për mërgjim. Më riktheve në dhe kur vitet e kthehen, na i fakultetit. tregojnë ato batutat, përjetimet, jetën, sfidat, a mund të naturalizohen atë vënd, a i presin mirë apo jo, dhe kush ja bën këtë theksin pikërisht kësaj gjë. I themi mirëmëngjes Besforti Drizit, regjisor i shfaqjes dhe Bejtullah Kerimi, aktor në shfaqje. Mirëmëngjes dhe mirë se ardhët. A e morët bë dyshin me gjithë këtë punë që e bët apo jo? Bë dyshin, po jemi... Publiku u avam duket, bë dyshin u avam. Publiku... Kjo është më rëndësi. Ishim shumë afër dhe të njishit. Po mbetëm me bë dyshin, po me bë 2+. Bë 2+, më të avansua. Me një yll. Me dy të kuqe. Me 2 të kuqe, po. Të dëi. Besor, si nisi projekti, çfarë projekti është, këto janë, me sa e dëgjova unë, është si një punë punëtorie që keni organizuar bashkë me Artinin, në mos gabojmë, Artin Selmanin, ku është si autore, keni për këtë projekt ishte një ide e kahmoshme që realizuan. Jo, ishte fantastike, ishte një gjë, një dimension, një shfaqje që gjithmonë i themi batutat të ngjarjeve që ndodhin në përmërgim të shqiptarëve tanë, të cilët tashmë kemi mundësi që të shkojmë edhe të kthehemi, dhe të shikojsh këta paraqitjen dhe përjetime se si i trajtojnë atje në një formë, në një shfaqje teatrale. Kjo ishte shumë e veçantë, shumë interesante. Ideja, tani vërtet, ideja ishte qysh prej disa viteve dhe disi qëndronte në mua për të bëjë një shfaqje të atill, një shfaqje e cila do flasë për të fenomenin e shpërnguljeve, sidomos të rive, për këtë fenomene brain drain, ikjes të trurit nga vendi ynë, për atë iluzionin se ku do qoftë në tjetër vend është shumë më mirë se sa te ne, sidomos në perëndimi është shumë më i zhvilluar. Me një herë sa të shkojmë atje, gjitha të mirat e mundshme të kësaj bote do na pret një kufer me $1 milion aty në fillim. Po është shumë lehtë që atje të arrihet, këtu është vështirë, këtu nuk bën mjedisi, atje bën mjedisi, e kështu me radhë. Një prallë që vazhdon me gjenerata dhe ne vazhdojmë ta besojmë këtë prallë. Po, që janë disa, si thua, mite urbane, mite bashkohore, dhe ideja ishte që të marrim dhe në një farë mënyrë ti dekomponojmë këtë mite, ti shohim, ti zbërthejmë, shohim se çfarë ka brenda në ato mite, sa janë të vërteta, sa nuk janë të vërteta. Dhe aq më tepër që përmes punës të përbashkët me aktorët, me Bejtullahun, me Likën, me Yllkën dhe me Artinin si dramaturg, arritëm që të shohim që jo vetëm të dimë raste nga njerëz të tjerë, dëshmi të njerëzve të ndryshëm, apo të lexojmë ndonjë literaturë kështu me radhë, po aq më tepër ishte befasi për mua që sidomos aktorët që janë më të ri se unë dhe i takoj një brezi shumë më të ri, janë njerëz të cilët i kanë dëshmitë e veta personale. Do të thonë përjetime që i kanë kaluar. Po, sigurisht, që kanë shkuar qoftë si student në work and travel, qoftë si student që kanë shkuar gjatë verës, gjatë pushimit veror për të punuar në McDonald's atje, punë të ndryshme, qoftë me çdo gjë, që me gjitha temat e mundshme që lidhen rreth. Dhe pikërisht në shfaqje i kishim të gjitha, ishte një skenografi jashtëzakonisht funksionale, multifunksionale, do ta quajë, e cila shndroheshte një në skele fasade, që punojnë shumica shqiptarëve, shndroheshte në baushtella, shndroheshte në zyrë administrate, shndroheshte në shitje në banak lokali, kthej në McDonald's, do të thënë diçka shumë ka një në tren, në metro, në klube të shqiptarëve që janë atje që janë. Dhe e bukur, e më e mira ishte ata 3 kupat kur fillon të herë loja e shqiptarëve që e bëjmë për të mbijetuar atje. Që njihemi si kom, se dikur thuaj, ishin disa kujdhëna që dikur policia gjermane ka mbajtur radhë qytetarët që të luajnë tek Qibrita. Nuk e dini këtë. Kjo është dikur në fillimet e para. Kanë marrë numra dhe kanë pritur në radhë. Se ky e ka radhën, hajde ti tjetër. Ka disa kujdhëna. Kanë qenë ato kohrat e arta të Qibritës. Por ta shndron që të jetë ilegale, Po, sigurisht, ne i përfshim aty gjitha gjëra, qoftë
tendencat për të punuar si thua në mënyrë legale dhe për të qenë sa më i pastër, sa më në rregull me gjitha dokumentet e mundshme, qoftë edhe nga ana tjetër për të punuar siç themi ne në të zezë, për të gjetë gjitha vrimat e mundshme, gjitha shortcutet e mundshme për të gjendur atje, sepse sigurisht njerëzit cilët shkojnë atje, sidomos të rinjt, shkojnë me idenë që sa më tepër të punojnë, sa më tepër të mund të përfitojnë pasuri, mjetet, mira materiale, dhe qoftë me idenë për të kthyer mandej dhe për të ardhur këtu me një bollëk, apo edhe për të mbetur atje dhe për të arritur një status shumë më të lartë. Për të ndërlidhur vetëm pak me temën, sepse tema trajton me të vërtetë një problematikë të kamotshme të shqiptarëve, mirë po edhe të... Po këtu trajtohet paksa me satirë, por temë dhimbshme. Unë dua të them, njihni ndonjë rast që me të vërtetë janë kthyer të rinjt apo ndonjë moshë tjetër. Raste konkrete. Na thuaj si. Betoj ke rastin të Faleminderit Tanja për ftesën. Unë domethënë është rasti konkret që jam kanë 4 vjet si student, e kam shfrytzuar rastin 4 vjet. Do të shku vajti ardhi. Po vajti ardhi. Edhe unë 3 vite. Në Gjermani. Ka qenë një moment ku hira në kurs, apo ka qenë një moment kur hira në kurs e vazhdova anishin. Mrina na 2, dhe na 2 dorëzova thash jo. Unë nuk jam para atje. Do kthehem nuk mund atje, sa është një jetë si robot aty kur ta kthyesh del mëngjes. Është natë, është errësirë ende, kthehesh me errësirë, se kur ti je pas fut mamaja në kuzhinë, ti nuk shet dritë. Deri në mbrëmje, ku diç në mbrëmje është apet errësirë tu. Po mirë, është gjendja ekonomike e vendit tonë, e cila nuk jep mundësi të shumta. Kështu që detyrohemi shumica e qytetarëve tanë, shumica e të rinjve, që të kapim rrugën e Unë mendoj se sikur ne jemi të gatshëm të punojmë punët dhe profesionet e njëjta që jemi të gatshëm të punojmë atje dhe të punojmë në të njëjtën mënyrë siç jemi të gatshëm të punojmë atje, këtu do arrijmë shumë më tepër se atje. Po, mirë, po është edhe pjesa e pagave, domethënë unë gjithmonë e them këtë gjë. Të rinjt duhet i punojnë këtë punë, siç i kemi punuar edhe ne në moshën tonë më të ri kur kemi qenë, pa problematik, vetëm nëse paguhemi mirë. Domethënë mundi të paguhet. Ajo ka qenë edhe arsyeja pse kam shkuar në Gjermani. Nuk ishte sepse me të vërtetë kisha tepër nevojën të shkoja, thjesht ishte ta ndrosh vendin, të ndrosh pak kulturën, pak si thot errësirë në errësirë, mirë po të paktën ai një fundjavë ke pas të lirë, ke mund ta shijosh dhe mbi të gjitha je paguar për mundin që e ke dhënë. Prandaj edhe nuk punon ato profesione këtu sepse unë nuk mendoj ashtu që është, se nuk është puna të pagesë, nuk është puna të pagesë. Është një debat pas të pagesë. Po është puna se atje nuk t'japin hapësirë kohë të lirë edhe je angazhuar non-stop, edhe nuk paraqikohesh. A këtu nëse më mi bë punë të atje, të bë ushtell ose pastrim ose pas fundit është këtu paraqikohesh, të thonë ke në shkollë, fakultet ose diçka, atë vao ke punë. Atje nuk ka lidhje me çka je profesion, e di që natën secili ka një punë dytë, edhe ajo është pastrimi, diçka tjetër nuk ka. Ka dhe punë tjetër sepse tu kemi kohë të lirë shumë. Gjenerale jemi të sa punë. këtu i kemi 2 orë pauzën e kafës. Në çfarë do lloj pune që punon apo doja të ndërlidhen tek besuarët kemi nga kafja në kafë. Nga kafja në kafë. Nëse ne fokusoheshim siç fokusohemi në gurbet në për punë të ndryshme që i bëjmë, sigurisht që do kishim sukses. Unë do ta quaja këtë trupi që punon identiteti që tretet. Wow. Do ta quajmë kështu, jo. Jo sigurisht. Sepse po, e kam bërë. Realisht ne mundohemi që shkojmë për të mira ekonomike, por ndonjëherë fatkeqësisht mund ta quajmë, kemi shumë njerëz, shumë raste që po e humbim identitetin, po fillojnë që të asimilohen ati njerëzit. Kam pas shumë vështirësi, temat që i trajtuat edhe ju për të naturalizuar, a kanë mundësi të jenë pjesë përbërëse e shoqërisë atje, është shumë e vështirë, duhet kalojnë shumë breza gjenerata, por a e humbim identitetin. Po, kjo është pikërisht edhe një prej tema për cilat flitet, madje është edhe një batut në shfaqje që thot për ata integrimi tamam është asimilimi. Kështu që dhe këtu është një të detyron sistemi është një vi e holl ndarëse mes integrimit dhe asimilimit. Nuk e dim saktë se ku përfundon integrimi dhe ku fillon asimilimi. A është integrimi i tërësishëm asimilim apo jo. Madje nga ana tjetër ka edhe shumë raste të tilla që në fillim shkojnë me idenë për tu asimiluar komplet. Qëllime vetvete që në fillim për të humbur çdo linjë që ka me këtë vend. Ka edhe raste të tilla. Kështu që këto janë thjesht gjërat të cilat fundja ja, dhe në shfaqje flitet për atë se si një Melika thot që fëmijët e mi tani flasin gjermanisht, shqip nuk din. Dhe
fundja një fenomen të atyllë ne e hasim edhe këtu. Fëmijët e vegjër shumë më shpejt dhe shumë më lirë, shumë më natyrshëm flasin në anglisht që kemi edhe pa shkuar atje. Sesa Shqipen e kanë si një lloj gjuhë të dytë. Dhe këto janë fenomene të globalizmit që ndodhin edhe këtu, ndodhin edhe atje, këtu na ndodhin me anglishtën, atje ndodhin me gjermanishtën. Po është shumë normale që fëmijët të paktën që nga qerdhja në vende të ndryshme e mësojnë atë gjuhë. Është detyra jonë që ne t'ja mësojmë gjuhën shqipe dhe mos ta harrojnë të jetë prezente, mirë po është e pamundur që ata të mos asimilojnë gjeneratat e dyta në fakt, në këtë moshë që ndikon më së shumti. Po, aq më tepër që është problematik. Që shembull Betullahu e ka, të nuk po flas me citate. I pas ka ngelur pak tekste, dialekti pas ka ngelur pak. Po, të nuk po flas me citate nga shfaqja, po Betullahu e ka një monolog ku thot këtu ne jemi peng të historisë, jemi peng të luftës për gjuhë, maqedonasit e kanë kauzën me bullgarët për gjuhën e tyre, ne kemi kauzën me maqedonët për gjuhën tonë dhe për atë 20%, 25% sa do qofshe tjetë. Dhe, por thot, këtu nuk na duhet as shqipi, as maqedonishtja, na duhet Deutsch B2. Dhe përderisa ne merremi me këto gjëra, realisht koha ecë përpara dhe njerëzit kanë komplet nevoja tjera. Kështu që ndoshta për një të ardhmen më të mirë, ndoshta për gjeneratat e reja do duhet të ishte gjuha gjermane ose gjuhët e botës si gjuhë primare në përshkollimet, në për sistemin tonë të shkollimit, e jo gjuhët tonë antarë. I kemi, po nuk është serioziteti mjaftueshëm i lëndëve të themi gjysore që ndodhen. Kemi pasur italishtën, frangjishtën, mendon që kemi mësuar diçka. Dikur edhe rusishtën, dikur. Si ishte që thanë, vetëm profesori i gjuhës gjermane kishte drejt kur thonë të mësoni këto se do t'ju duhen. I vetëm që ka unë do duhet të kthehesha pak në tash të prekim edhe politikën, ngjarjet të cilat po zhvillohen dhe presim emigracion nga jashtë. Po, e përmendëm në fillim të emisionit, sepse ne djejshim emigrant në Gjermani, Zvicër, Austri, gjithandej. Pritet kohën e fundit, domethënë kur shkuan të parët tanë, i kam pritur me traditat e tyre, me llokuma i kam pritur. A jemi të gatshëm ne si shoqëri që t'i presim me llokuma emigrantët të cilët mund të vërshojnë në vendin tonë. Presim grupe emigrantësh nga Pakistani, interne këtu në vendin tonë, e lema të na vinë këto të tjera. A jemi edhe ne si shoqëri, si mentalitet që do t'i presim? Veç më janë ata këtu, nuk i di numrat, nuk di, sepse fundja dhe dhënat atilla nuk kemi, por ne mund t'i shojmë, shkojmë në për lokalet ndryshme, në për hotele, në për restorane, do shojmë ftyra që janë jo tipike për vendin tonë. Shojmë punonjës në për gastronomi që vinë nga Azerbejgjani, vinë nga Afganistani, vinë nga lindja e mesme, të byllet në disa raste edhe nga Filipinët e kështu me radhë. Kemi edhe ndërtimtari e gjithandej që janë prezent, por ata të paktën unë nuk jam kontakt drejt me ata, por me këta që punojnë në për gastronomi dhe them tani nuk e di është më e mira apo më e keqja, por është edhe një fakt që në bisedë me disa nga pronarët e atyre lokaleve, atyre bizneseve, ata thonë që po të mos ishin këta, unë do duhet ta mbyll këtë biznes. Sepse nuk ka punonjës, nuk ka njerëz të cilët do vinin dhe të punonin. Dhe ne kemi raste ku, nuk e di, shkojmë në Mavrov, në një vend malor të, si thua, ndar nga civilizimi i këtushëm, dhe për të porositur një kafe duhet flasim anglisht me kamarierin, sepse ai nuk di gjuhë tjetër, gjuhën tonë nuk e di, ne nuk e dim gjuhën e tij, dhe duhet flasim anglisht dikun në Mavrov ose dikun në një vend tjetër turistik, thjesht për të marrë vesh dhe për të bërë një porosi ordiner. Kështu që këto gjëra veç me ekzistojnë. Po, ato duke sigur, dikur kishte dyndje të popojve, lëvizje. A jemi në atë fazën e tranzicionit ne që po lëvizim? Sigurisht. Dhe kjo nuk është fenomen i ri. Gjitha këto luftra që ndodhen
këto vitet e fundit, gjithë ato dyndje, gjithë ato valë që vinin me refugjat, me migrantë, kështu me radhë, sigurisht që do ta ndrojnë atë strukturën e Evropës, do ta ndrojnë fotografinë për Evropën dhe fundi është një gjë që Evropa si kthehet si bumerang nga gjithë historia kolonizatore që ka pasur. Po mbi të gjitha duhet ta kemi parasysh që nuk do të ngelin më këtu dritro. Kush do të ta zgjedh Maqedoninë për të jetuar? Do të vinë, do të kalojnë, do ta shohin, okay, faleminderit, gjithçka në rregull. Sa që kanë më keq ne ku ishin. Për shembull të marrin indian, i sjedhin këtu me zor, me e kuptoj, mirë, po indianët domethënë se ne tash jemi në një luftë me indianët kush e ka ajrin më të ndotur në botë. Domethënë e mban India, e mbajmë ne, mbajmë India dhe thot India, ma ku u desh të shkojmë në një vend pak më. I besi me u kthy në vendlindje. Po në vendlindje. Me ajrin e kemi ndjen atë. Po adaptohen më një herë. Sigurisht. Ose shkojmë ne në Indi, ndoshta nuk e di. Ndoshta duhet të bëjmë një këmbim në një. Me siguri. Prandaj unë nuk mendoj që do të qëndrojnë do të bëjnë edhe ata protestat e tyre, domethënë të mos qëndrojnë në Maqedoni. Pse të qëndrojnë? Besor kur pritet shfaqja, kur mund ta shikojmë shfaqjen? Momentalisht shfaqja do vazhdoj të jetë kur do ketë mundësi. Vazhdoj me jetën e vet në teatrin shqiptar në teatrin shqiptar Shkup. Shfaqja luhet në skenën e vogël, por momentalisht në atë teatr jam para një premiere. Premiera, me sa e di unë, duhet të jetë me datë 20. Kështu që ata punojnë në atë shfaqje dhe këto disa ditë nuk do luhet shfaqja jonë, por javën e ardhshme mos gaboj në datë 23, por do thotë njerëzit që duan ta shohin këtë shfaqje le ta ndjekin teatrin shqiptar, aty do jenë postuara gjitha. Këtë repertuari i shfaqjeve. Do jenë gjitha informatat rreth jo vetëm kësaj shfaqje, por gjitha shfaqjet në repertuar të atij teatri. Përgëzoj edhe Bejtullaun, sepse dje mori vendimin u bë aktor i ansamblit teatrit shqiptar. Urime dhe krijimtari pa fund. Faleminderit shumë. Si është ndjenja ti është pjesë e këtij ansamblit të madh? Nuk është në Gjermani, sigurisht. Si në Gjermani nuk është. Tash ajo fillimi është nuk e di. Tash për momentin jam edhe i angazhuar tek kjo shfaqje e re Rinoceronti, që do të ketë premierë me 20. E pas ka të bollshme javën. Po tash e shohim. Tash vendimi do të dalë pak përfund. Edhe pse është këtu Besfordi. Besfordi më i mirë apo Vasili? Nuk është puna te Vasili ose te Besfordi, po Besfordi Te kompas. Bejtullau, Edhe profesor e kompas 4 vjet, po dhe kemi domethënë nuk e kemi pas vetë profesor, po na është gjitë për Xhirosen. është ndoshta më i afër se Vasili tash e kryen edhe shkon. Besoti do të jetë. Do të mbajt kontakt. Të pëlqen metodologjia e punës, ëh? Ishte shumë diplomatike. Të pëlqen metodologjia e punës, ëh? Këto biseda. Do bëjmë pas emisionit. Po, pas emisionit sepse e fusim para në sikletë, fusim Besfort. Besfort për momentin jeni dekan, jeni shqiptari i parë, dekani i parë, mos gaboj, në Fakultetin e Artit Dramatik këtu në Shkup. Po. Je shqiptari i parë. Më përmirëso? Po, jam shqiptari i parë si dekan në atë fakultet. Në fakultetet tjera në universitet ka pasur të Po, në Fakultetin e Artit Dramatik nuk ka patur asnjëherë shqiptar në këtë pozicion kyç. Po. Si ndodhi? Nuk mendoj që ajo është ndonjë, do të thotë, fakti që unë jam dekani i parë shqiptar në fakultet. Duke i ditur kronologjinë se si kanë zhvilluar në shumë vite. Është arritje. Është thjesht që ashtu ka ndodhur. Nuk mendoj që më parë nuk ka pasur profesor të denj që kanë mundur të jenë dekan. Ka mundur edhe më parë që edhe profesorët tjerë kanë mundur të jenë dekan, thjesht që nuk ka ndodhur, ndoshta nuk kanë pasur ambicet e tilla, ndoshta nuk është goditur puna që t'jenë, sepse nuk bëhet fjalë për ndonjë të paktën jo për atë fakultet, nuk bëhet fjalë për ndonjë, nuk e di, diskriminim në bazë etnike ose gjëra të tilla, sepse ai fakultet ka dëshmuar që në kohë sepse që është fakultet vizionar, fakultet me mendje hapur, them, fakultet i cili qysh para se të ndodhin ato të quaj trazira qoftë rreth fakultetit pedagogjisë, qoftë rreth universitetit të Tetovës. Ky fakulteti arteve dramatike në Shkup vetëm ka pasur klasë shqipe dhe klasë turke. Pra ka qenë në një lloj mënyre një
pioner në këto lëvizje që ne po në disa vende ende përpiqemi që t'i arrijmë. Kështu që prandaj thash, shpresoj që njëta të ndodhë edhe në Fakultetin e Muzikës, një gjë që nuk e kemi këtu në Shkop, mirë po mua më vjen shumë mirë që në fakt kemi paralele dhe nxënësit mund të përzgjedhin gjuhën e tyre. Është shumë e rëndësishme kur flasim për artin, për kulturën, për të bukurën. Bashkëpunimet Besfort, bashkëpunime me universitetet tjera, plan programet, jam gati të njëjta mund të themi apo? Po, sigurisht që kemi bashkëpunime, ne kemi në parim bashkëpunimet i bëjmë kryesisht në kornizë të një festivali studentor që quhet Skomrahi dhe është një nga festivalet më të vjetra në rajon për këtë lloj bashkëpunimi, ku kryesisht vijnë vendet nga rajoni, por edhe jo vetëm. Kemi edhe student dhe fakultete, universitete që vinë edhe nga vendet tjera, nga Evropa, nga Azia, nga Afrika, kemi pasur. Kështu që jemi përhapur mjaft në pothuajse gjitha kontinentet dhe është festivali i cili në një farë mënyrë synon që të bëj një krahasim dhe të shohin edhe studentët tanë, por edhe studentët tjerë qojnë çfarë punojnë edhe metodologjia e punës. Po, çfarë punojnë studentët tjerë në fakultetet tjera, çfarë provime bëjnë ata, në cilin nivel janë, në çfarë metodologjie punohet, si punohet te ne, kështu me radhë që përpiqemi të mbajmë një lloj hapi me gjithë rajonin, por edhe më gjerë, jo vetëm në rajon. Vetulla më sigurisht që ka qenë pjesëmarrës tek Skomrahi te festivali. Cilat janë ato dallimet, cila pjesë e gjeografisë, themi, që janë paksa më për zemër që i ke? Si sisteme shkollore të flasim? Si sisteme shkollore? Nuk e di se thëmë se Skomrahi nuk e komunit 2 vjetë, se ka qenë pandemia. Në veç një vjetë e kemi... Studenti pandemisë. Po, studenti pandemisë. I online. Po, tana... Kishte një Skomrahi me tendencë për qenë online. Po. Ashtu, festival. Po. 2 vjetë unë nuk e kam mëri, vitin e parë dhe vitin e 2 Skomrahi nuk e kam mëri. Po të tretën, të katërtën me siguri që i ke. Të katërtën e kemi pas temën në diploma, zështë një vjetë e kam mëri. Skomrahi, nuk kemi marrë shumë ndoshta me Skomrahi edhe ndoshta atëherë nuk kemi... Sepse zakonisht i para pëlqen tash shumica e njerëzve shkollat rumune më varet, tani është shumë, domethënë edhe bullgare, edhe ata të Bullgarisë pëlqejnë shumë. Ato kanë dallim në sistem apo jo? Në parim jo. Këtu rajoni në parim jemi gjithë shumë të parafërt. Dhe gjithë jemi, si thua, në një farë mënyre ndjekim atë shkollën e shekullit 20 për sa i përket artit në përgjithësi, sidomos artit dramatik. Ndërsa në vendet evropiane, kryesisht të Evropës perëndimore, ndiqet vetëm shkolla apo praktika e shekullit 21 dhe thuajse gjërat nga shekulli 20, thuajse ata student nuk i dinë ose dinë shumë pak për ato gjëra. Kështu që kemi raste kur vinë, sidomos kuadri arsimor, kur vjen nga këto vende, mahnitën dhe befason me studentët tanë se sa janë përgatitur për shekullin 20 dhe sa shumë dinë për këtë pjesë, dhe nga ana tjetër ndjehemi të mahnitur me studentët e tyre se sa shumë dinë për shekullin 21 dhe sa janë përgatitur për këtë në këtë aspekt. Kështu që dhe ne përpiqemi këtu që bëjmë një miks të këtyre dy shekujve të rëndësishëm në... Unë do doja shumë që ta vazhdojmë bisedën, po jemi në fund të emisionit. Do e vazhdojmë në Po, në siguri që po jemi ora e saktë në 19. Ju faleminderit shumë që ishit prezent sot së bashku me mua edhe me drejtorin në 19. Shpresoj jetë gjatësi të shfaqjes, suksese të shumta dhe mirpresim datën e dytë sepse për të gjithë ata që nuk patën mundësi ta ndjekin. Unë do informoj, do jem në kontakt me Besfort Drama. Kur do të jetë repriza rivënia e radhës. Unë dëshiroj shumë suksese, punë të mbarë edhe jetë gjatë në punë. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që na e promovoni punë. Faleminderit. Jeni ju ata që na mbani neve gjallë këtu. Po. Faleminderit Vetulla. Faleminderit. Miqdashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do shihemi ditën e nesërme, në njëjtën kohë, në njëjtin vend. Deri atëherë. Mbaroj edhe kjo ditë drejtoro. Mirupafshi. Mirëmbëçi. Mirëmbëçi.